Pirja e kafes Esëll mund të dëmtojë shëndetin tuaj. Të gjitha dimë se kafeja është magjike dhe na nevojitet për të filluar ditën tonë edhe për të frymëzuar produktivitetin binjërzor. Në ato ditë kur thjesht nuk mund të zgjohemi të kthjellët dhe të gatshëm për të përballur edhe kaosin tonë, është aroma dhe shija e kafes që ofron shpresën e vetme për mbijetesë. Si rezultat, ne të gjithë jemi fajtor që kemi kërkuar edhe filxhanët e shpesh të kafes para se të shkojmë në gjumë. Ju sugjerojmë të pini kafe përpara ujit. Uji fillimisht metabolizon trupin tuaj më shpejt dhe gjithashtu ndihmon edhe në përballimin më të mirë të shëndetit tuaj. Uji mbron nga mungesa e mineraleve dhe problemeve me tretjen dhe shumë më mirë mund të shpërbëjë edhe problemet që nxit kafeja e tepër në shëndetin tuaj. Pirja e ujit përpara kafes mund të jetë një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin e dhëmbëve. Kafeja asesi nuk duhet të pihet në sasi të tepërta pasi mund të nxjisë edhe krijimin e problemeve në imunitet.